Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina thanë të hënën se kanë rënë dakord për një marrëveshje për të ulur tarifat reciproke për momentin, ndërsa dy ekonomitë më të mëdha në botë kërkojnë të japin fund një lufte treg që ka prishur perspektivën globale dhe ka vënë në presion tregjet financiare. Duke folur pas bisedimeve me zyrtarët kinezë në Gjenev, sekretari amerikan i thesarit u tha gazetarëve se të dyja palët kishin rënë dakord për një pauzë 90 ditore të masave dhe se tarifat do të uleshin me mbi 100% deri në 10%. Të dyja palët kanë interes për një tregti të ekuilibruar. SBA-ja do të vazhdojë të lëvizë drejt kësaj, tha Besant. Ai foli së bashku me përfaqësuesin e tregtisë së SBA-s pas bisedimeve të fundjavës në të cilat të dyja palët përshëndetën përparimin në ngushtimin e dallimeve. Takimet në Gjenev ishin ndër veprimet e para ballë-përballë midis zyrtarëve të lartë ekonomik të SBA-s dhe Kinës, që kur presidenti i SBA-s Donald Trump u rikthye në pushtet dhe nisi një ofensivë globale tarifash, duke vendosur detyrime veçanërisht të rënda ndaj Kinës. Që nga marrja e detyrës në janar, Trump ka rritur tarifat e paguara nga importuesit amerikan për mallrat nga Kina në 145%, përveç atyre që ai vendosi për shumë mallra kineze gjatë mandatit të tij të parë dhe tarifave të vendosura nga administrata Biden. Kina u kundërpërgjigj duke vendosur kufizime në eksportin e disa elementeve të rrallë të tokës si jetik për prodhuesit amerikan të armëve dhe mallrave elektronike të konsumit dhe duke rritur tarifat për mallrat amerikane në 125%.